Në vim të kërkesës suaj numër 2000 është zhvilluar këtë të njëjtë mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës në sallën e Pallatit të Kulturës Llabëria. Në këtë mbledhje të Këshillit për muajin mars janë diskutuar disa projekt vendime, të cilat kanë qenë në rendin e ditës. Mbledhja kjo e nisur fillimisht me miratimin e anëtarëve të gjithë Këshillit për proces verbalin e kësaj mbledhje dhe njëkohësisht shprehjen e lishmërisë nga ana e prefektit të Qarkut për vendimet e marra përgjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak të muajit shkurt. Pikat në rendin e ditës, të cilat janë diskutuar mes këshilltarëve, kanë qenë 7, por edhe një hapësirë për çështje të ndryshme. Këto pika në rend të ditës, të cilat janë diskutuar, janë ndër të tjera: projekt vendimi për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë Vlorë për muajin shkurt 2025, projekt vendimi për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin shkurt 2025, projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në VKB numër 111, datë 27/12/2024 për buxhetin e Bashkisë së Vlorës për vitin 2025, projekt vendimi për nisjen e procedurës për transferimin e aktiviteteve afatgjata në shërbimin e ujrave të bardha nga Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë-Sha në Bashkinë e Vlorës, projekt vendimi për miratimin e marrëveshjes për pagesat me këste të detyrimeve të prapambetura, për taksën e ndriçimit, pastrimit, gjelbërimit, si dhe taksën e pasurisë për kategorinë familje të agentit Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë, projekt vendimi për krijimin e Këshillit Artistiko-Kulturor dhe shpërblimet e anëtarëve të tij, projekt vendimi për përcaktimin e përfaqësuesve të Bashkisë Vlorë në bordet e institucioneve arsimore publike dhe jo publike, si dhe të ndryshme. Përveç se dy pikave të para, të cilat kanë të bëjnë me projekt vendime, kryesisht për dhënien e ndihmës ekonomike, për të cilat janë ngritur kartonat jeshil të gjithë anëtarëve të pranishëm në sallë, pikat e tjera të rendit të ditës janë miratuar, por mes shumë diskutimesh. Në rendin e ditës ka patur edhe projekt vendime të cilat janë rishikuar në bazë edhe të diskutimeve, argumentave të dhënë nga këshilltarët bashkiak. Pikat e diskutuara në rendin e ditës janë miratuar me votat e këshilltarëve bashkiak të pozitës, teksa këto projekt vendime, këshilltarët e opozitës kanë dhënë për to votën kundër.